paqja fiskale, thot ai. Do të falë detyrimet e bizneseve të para 10 viteve më tutje. Dhe do të kërkoj ripagimin e borxhit të 10 viteve të fundit me një përqindje të reduktuar. Tani shtrohet pyetja, kush ka bërë evazion fiskal në Shqipëri? Se bizneset e vogla, ky krenohet që s'kan taksa, pra bizneset e vogla nuk kanë borxhe ndaj shtetit. Kush ka borxhe nga shteti? Bizneset e mëdha. Kush ka borxhe ndaj shtetit? Oligarkët, ata që përmes bilancave dyfishta, përmes ekspertizës për shkeljen e ligjit dhe përmes marrëdhënieve korruptive me administratën tatimore dhe me shtetin nuk kanë paguar taksa. Dhe këtyre njerëzve, jo vetëm që nuk do të kërkohet llogari për mos pagimin e taksave për evazionin fiskal, po do ju thuhet i keni të falura. I keni të falura. Ne dy kemi paguar taksat. Kemi, unë kam 20 vjet, ti ke çik më pak, ndoshta 15 vjet pedagog. I kemi paguar taksat e punës. Në çdo vit punës tonë si pedagog. Pse bizneset e mëdha? Pse bizneset e oligarkëve? Që kush e di sa miliarda euro kanë pa paguar taksa, do t'u falet në emër të paqes fiskale. Si drejqi nuk u bën njëherë paqe me të varfrit, paqe me punëtorët, paqe me bizneset e vogla, gjithmonë paqe me ata të mëdhenj, me ata që nuk u ka hyrë asnjë gjëm në këmbë. Dhe kanë, po e them edhe një herë, miliarda e miliarda. Borxhet pa paguar në buxhetin e shtetit. Para që do shkonin për pensionistët, para që do shkonin për ushqim në shkolla, para që do shkonin për rritjet e pagave të mësuesve, të mjekëve, të infermierëve, të në punësve të thjeshtë. Këto para nuk gjenden askund dhe ky do t'i fal, po do t'i fal. Do t'i fal, a thua se i ka paratë e babait vet.